20 vite në krye të Myftinisë Puk erdhën përmes një dokumentari që hapi aktivitetin e organizuar nga ana e Myftinisë si një mirënjohje për myftiun Gëzim Kopani. Myfti Kopani dha një kontribut të çmuar në certifikimin e xhamive dhe tokave vakuf të Myftinisë së Pukës. Mirënjohje dhe vlerësime për punën e tij erdhen edhe nga komuniteti musliman i Shqipërisë, Kisha Katolike e institucione vendore qendrore brenda dhe jashtë vendit, si dhe përfaqësues të organizatave që kanë bashkëpunuar me të ndërvite. Të falenderoj për të gjithë angazhimin, për kushtimin tënd, të gjithë punëve të cilat dhe për kushtimit të treguar deri tani dhe të uroj suksese të mëtejshme në ato vitet që do të vinë më vonë. Qyteti i Pukës e meriton faktikisht një angazhim dhe një vëmendje të tillë dhe komuniteti musliman i Shqipërisë mendoj që ka bërë zgjedhjen e duhur, që ka vendosur dhe ka emëruar Myfti Gëzimin në këtë detyrë për t'i shërbyer në rreth të parë këtij qyteti, jo vetëm besimtarëve musliman, por të gjithë qytetit, dhe Zoti ta shpërblet për çdo punë që ke bërë dhe Zoti të dhënd sukses e të dhënd dëshirë e vullnet për të gjitha punët në vazhdim. Falenderoj krijuesin se ka dhënë një zemër të tillë për me pranuar një mision të tillë, sepse shërbimi është një mision. Njëkohësisht në këtë mision të uroj edhe vazhdimsi të marr që vërtet me hirin e krijuesit të jesh një njeri i cili sjell besimin, një njeri i cili sjell mirësinë, sepse ku ka besim ka mirësi, ku ka mirësi ka paqe, dhe njerëzit ka nevojë për paqe. Në një aktivitet që mbart jo vetëm simbolikën e një vlerësimi publik, por edhe peshën e një reflektimi shoqëror. Ky takim i sotëm i titulluar me shumë vënd Gëzim Kopani në shërbim të komunitetit të Pukës nuk është thjesht një aktivitet ceremonial, ai është një manifestim i vlerës për njeriu që ka qëndruar si urë midis dijes dhe shërbimit, si simbol i qetësisë në kohë sfidash dhe si shembull i përkushtimit të heshtur, por të qëndrueshëm. Moment emocionues për myftiun ishte surpriza familjes. Me fjalë të ndjera, fëmijët dhe bashkëshortja ju drejtuan atij. Ti babi, je më i mirë në botë për mua. Këto dy rrugë të pandara të jetës nuk kanë qenë as pak të lehta për ne, por me durim dhe këmbëngulje ja kemi dalë të jemi këtu ku jemi sot. Ke shkelur çdo plan të Myftinisë për të qenë një dorë ngrohtë për çdo familje në nevojë. Dua thjesht të them që dashuria ime për ty është e pafund dhe se jam krenar dhe me fat që jam vajza jote. Unë me babi për 20 vite shërbim të përkushtuar si myfti. Për myftiun Gëzim Kopani, shërbimi në krye të Myftinisë ka qenë obligim dhe privilegj. Nëse myftinia ka ardhen këtu, nuk ka ardhur në saj vetëm punës time, por nga ardhur në saj të gjithë juve këtu pa dallim fetar. Presoj që ne të gjithë bashku të ecim vetëm për mirë, ta duam edhe ta respektojmë njëri tjetrin. E në përfundim të takimit ai mori vlerësime si nga Bashkia e Qytetit, po ashtu edhe nga komuniteti musliman shqiptar.